Ne I përmendëm metodat e trajtimit të venave varikoze, po cilat janë ato terapit moderne për trajtimin e tyre? Trajtimi modern dhe aktual në botë sot është trajtimi medikamentos ose trajtimi konservativ. Do me thonë, medikamentet që merren tabletat nëpërmes gojës, që ne I rangojmë në grupin e venolimfotonik, dhe yndyrat, plus çoropat medikale kompresive, cilat kanë një efekt kompresiv të graduar, do të thotë sipas protokolleve internacionale, prej shkallës 0 deri në 4. Do të rritet numri që e kanë atë emërtimin CCL 0, 1, 2, 3, 4. Domthon shkalla për shembull CCL2 që përdoret më shpeshti janë çorap medikale kompresive që janë në gjuhë, mbi gjuhë dhe në formë të unihopkeve. Zakonisht I përdorim si metodë mjekuese, madje mund t'i përdorim edhe si profilaks, po çorap tjera, që do t'i sqaroj më vonë, që ta bëjmë preventive në variceve venoze, edhe ta bëjmë mjekimin e varice venoze. Në rastet, gjithnjë jemi të folë për varice venoze. Në rastet kur smundja e përfshin trunkun komplet trupin, trunkun e venës safena magna që përmenëm më herët, atëherë vazhdoj mjekimin konservativ, se ekziston kjo mundësia me mjekim konservativ që ke insuficiencë e valvulave në trunkun e venës safena magna ose safena parva, të vijë në vendin e vetë. Me mjekim konservativ, me ilaç. Shprehur në gjuhën popullore, me ilaç edhe me çorap medikale, patjetër. Patjetër me çorap medikale. Sa I aplikojnë pacientën tanë çorapat elastike? Është çudi thash, gjinia femrore ankohen shumë a shumë krahasim me gjininë maskullore. Nuk e di pse. Ankohen shumë se nuk po më I baj, jo është nxehtë, jo kështu, jo po mazojnë frymen. Sikur në hajgare me ta thëmë, po çorapat nuk I kinë fët, I kinë në ekstremitetet e poshtme. Gjinia maskullore ankohen shumë pak, për ndryshe ka smundje të venave, po edhe të sistemit limfatik që përmenëm pak më herët që kërkojnë mbajtjen e çorapave një kohë gjatë. Madje kur ka edhe smundje të sistemit limfatik dhe të venave, pacientit I thojmë fatkeqësisht çorapat kemi I bajt të jetën. Nëse ai do një jetë të rehatshme, të komodshme, të mirë, që gjatë jetës ta bëjë aktivitetin e tij jetësor ashtu si duhet, ai pacient do të thotë me mendimin dhe pëlqimin e përbashkët, pas vizitës mjekësore, ne I themi që çorap medikale kompresive të shkallës përkatëse, varësisht prej smundjes dhe në stadit smundjes, duhet I mbajë veshur tërë jetën gjatë ditës. A mund të trajtohen venat varikoze pa ndërhyrje kirurgjike? Po. Kjo është pikërisht ky mjekimi konservativ që shkon mirë me çorap, pastaj menjëherë nëse shkon mirë është skleroterapia, sepse është mjekim ambulantor, është I shpejt, efikas, pa anestezion dhe është I lirë. Është mjekimi konservativ ose mjekimi ambulantor më I lirë I mundshëm këtë botën. Pastaj kur pacienti nuk është mjeku me kohë si dohet dhe sa dohet, do thotë është kirurgjia endovenoze, që e përmena kirurgjia me lazer, endovenoze, do thotë me fibër, futet një kateter prej pjesës së nëngjurit, nuk guxoj me shku ma poshtë, për arsye se dëmtojmë nervin safen, është një nerv sensitiv, dhe pacienti mbetet me pengesa sensitive për shkruan si komën e komplet të jetën, sepse asaj energjisë që e liron radiofrekvenca ose energjia e lazerit nuk mundemi me I thonë ma djeg vetëm venën edhe jo nervin, sa nervi safen është I ngjitur me venën safena magna, janë afër njëri me tjetrin. Dhe në rastet tona terminale që prapë po kthehemi, kur nuk preferohet kirurgjia endovenoze, po atëherë shkojmë me kirurgji klasike, po që thash është shumë e mirë, edhe rezultatet janë të shkëlqyeshme, sepse edhe ona kozmetike pastaj dallimi është 100% beso, sepse pothuaj se çdo pacienti I bëjmë foto para dhe pas, fazën kur ja largojmë suturat, nga një suturë që I ka në ato vrimat e vogla. Po, si është procesi I rikuperimit për këta pacient që I nështrohen ndonjë metode me laser ose edhe ndonjë metode kirurgjike? Te kirurgjia endovenoze, do me thonë me radiofrekvencë ose me lazer ose me ngjecës, me glu, ose edhe me kateter të skleroterapisë, për principi është këtë I njëjtë, do me thonë ka mu fut një tub prej venës së nëngjurit deri te vena e thellë,
dhe ka mulshu energjia radiofrekvencë ose energjia lazerit, që është pajisje e veçantë, ose nëpërmjet atij gypin e fusim sikur në formë shiringuat në gjitsin që e mbyll venën, ose e fusim substancën sklerotizuese, për të thënë principi krejt i njëjtë për çfarë quhet metode brendshme ose endovenoze. Rikuperimi është pak më i lehtë se sa kirurgjia konvencionale ose klasike. Pacienti mund të shkojnë në shtëpi më njëherë, por thash ne bazë përvojës dhe në bazë shkollimit kemi avancu dhe sot një numër të konsiderueshëm të rasteve në qendrën klinike universitare e bëjmë me operimin klasik, do me thonë me anestezion lokal dhe me premedikim intravenoz. Do me thonë anesteziologu fillimisht e flen pak pacientin, shprehur kështu në gjuhën popullore, me një kanylë intravenoze, pastaj ne injektojmë, se operacioni fillon në regionin inguinal, e injektojmë anestezionin lokal 2 ml, e injektojmë poshtë 1 ml, fillojmë operacionin dhe krejt kjo procedurë, çakte ato variqet e mëdha që i përmenda, më herët kryhet për 1 orë e 10 minuta. Dhe pacienti shkon në shtëpi me njerë. Do të ecë me komte veta shkon në shtëpi. Në rastet kur përdoret anestezioni spinal, jo për shkak të operacionit, po për shkak të rekomandimeve të anesteziologut, domthonë për shkak të anestezionit spinal, ai duhet të qëndroj spaku deri në mbrëmje në spital ose të shkojë nesër në spital. Këtu është vetëm problemi i anestezionit spinal. Do të thotë është anestezion që jepet te likidi cerebrospinal, në hapësirën spinale, dhe anestezioni është prej shoket e poshtë. Do të thotë për shkak të rekomandimeve të anesteziologut, ai duhet të qëndrojë i shtrirë, bile as kokën ta ngrisë në 4-5 orë e para mas operimit. Përndryshe ka ona kirurgjike, ai edhe pse merr anestezion spinal, ka ona jon mund të shkojnë në shtëpi më njëherë. Çfarë këshille keni për kosovarët që hezitojnë të trajtojnë venat varikoze? Këshilla ime është që çdo herë një pacient nëse i shef venat e zgjeruara në trupin e tij, që mash patologjia thash është më e shpeshta në ekstremitetet e poshtme, është që ta bëjë një vizitë te mjeku. Që ç'është te kirurgu vaskular është më së miri, sepse në atë stad neve e kemi zënë smundjen në stadin e parë, stadin e dytë, saj klasifikimi internacional që është C1, C2, clinical classification që i thojmë na, do të thoshte C nishi, dhe te C nishi, si e përmenda dhe më herët, mjafton mjekimi konservativ dhe pacientin jo që e mjekojmë, po e shërojmë, se fjala mjekim dhe shërim dallojnë. Përndryshe, çdo herë kur vrejnë, do të thotë që e përmendu më herët, ai ka pas venat zgjeruare me vite të tëra dhe tash për më njëherë është formu trombi ose tromboflebiti sipërfaqësor, ajo është një urgjencë mjekësore tash. Duhet patjetër të shkoj te mjeku më njëherë. Se thash, nëse është sa më lart që është trombi në venat e sipërfaqësore, rreziku më i madh. Dhe zakonisht na i thojmë tromboflebit periosteal në gjuhën mjekësore, kur është kolart e hospitalizojmë pacientin, sepse ekziston rreziku që ai tromb tash të kalojnë në venat e thella dhe të jap komplikimet që i përmendëm më herët. Prandaj çdo herë kur vren diçka ndryshime, sidomos pjesë skuqura të forta që dhembin në prekje, po dhemb koma edhe kur hecaj, këshilla ime është që ai duhet të shkojë sa më parë te mjeku, sepse është shumë më mirë për të dhe për shëndetin e tij. Po sa i rëndësishëm është aktiviteti fizik në shëndetin e venave? A ka ndonjë mit rreth të qëndruarit në këmbë ose qëndrimit ulur? Sporti është i mirë se ardhur. Ecja është ilaçi më i mirë, më shpreh në gjuhën popullore. Pacientët që edhe nuk kanë variqe venoze duhet të ecin. Ne si popull fatkeqësisht ecjen pak e praktikojmë, nuk e di pse. Ecja është sporti i shëndetit më i mirë te njeriu. Obligative është ecja te pacientët që kanë variqe venoze, është obligative. Nocioni obligativ është dihet, është obligativ. Sportet, gjitha sportet që nuk janë luftarake janë të preferuara. Domethënë, ecja, lëvizja, noti, gjimnastika e lehtë. Përndryshe sportet luftarake siç janë boksi, judo, futbolli në sport nuk preferohen te venat sepse në ato venat e zgjeruara që i përmendëm herët, gjatë goditjeve për shembull në futboll mundet të formu trombi shumë lehtë ose sporteve luftarake. Përndryshe noti preferohet, ecja buzdetit, nuk preferohet ekspozimi në temperatura të larta. Edhe pacientët që nuk kanë variqe venoze,
duhet ju ikun ekspozimit të temperaturave të larta në kulmin kur dielli është në zenit që themi na, rreth orës, rreth mesdites. Pacientët që kanë varicje venoze që hynë stilin e jetës nuk guxojnë të qëndrojnë temperatura të nxehta dhe të lagshta, do me thonë nuk guxojnë të bëjnë sauna, nuk guxojnë të qëndrojnë në banjo ku është nxehtësi e madhe, nuk guxojnë të ekspozohen të qëndrojnë ulur për shembull afër radiatorit ose një nxemësie tjetër elektrike sepse keqësohet në mënyrë drastike patologjia venoze ose smundja e venave. Përndryshe, po e përmendi edhe një herë, ecja është ajo që i shëron më së miri jo vetëm varicjet venoze, por të gjitha smundjet. Ne duhet të ecim gjatë jetës. Ecja është sporti dhe shëndeti më i mirë. Doktor Lurzim, çfarë mendimi keni për inteligjencën artificiale? Sa e ndihmon kjo mjekësinë? Unë kam mendim shumë pozitiv, shumë të mirë. Ne kemi përdor atë me përkthyen shqip maqinën inteligjente përpara, gjatë studimeve të mia doktorates në Evropë, learning machine, do të thotë kur punoj shumë printer 3D, tridimensional, dhe aty më ka lindë ideja që vërtet teknologjia sofistikume mund ta ndihmojë shumë mjekësinë. Padyshim inteligjenca artificiale do ta ketë rolin e vet shumë të mirë në mjekimin e shumë smundjeve, sepse vetë fjala po tregon do ta analizoj smundjen si proces në mënyrë inteligjente dhe do ta jap një mendim. Para një jave ishëm në një trajnim në Zagreb të Kroacisë dhe tash ata aplikojnë atë sistemin që ende është aktual, ende nuk ka futur inteligjencë artificiale komplet mjekimin e smundjeve kirurgjike, por janë hapat e parë, do të thotë prej makinës mësuese, prej learning machine, do me thonë e mësoj shumë qysh anë e zgjeruar ose aneurizme aortës dhe qarja e saj ose diseksioni, njëherë pas që është bërë analiza në tomografit kompjuterizuar, tashti të formësohet smundja në formë 2D, 3D dhe në 4D. Do me thonë, pezom, unë si pacient nëse kom pas qarje të aortës dhe aneurizm, do me thonë, pasi më është bërë inqizimi me angiociti, kjo angiociti tash bëhet rekonstruksioni i saj, me makinë mësuese, në 3D dhe në 4D dhe bëhet komplet ekzekutimi i planit të mjekimit në virtual, në 3D dhe në 4D. E tash, me njëherë në këtë fazë hyn inteligjencë artificiale, që në animon shumë. Dhe çka ishte shumë interesant, tash janë kriju programe të veçanta softverike, gjithmonë në bashkëpunim me bioinxhinierin, matematicientin edhe mjekun, sepse ndryshe nuk mund bëhen këto, dhe tash bëhen matjet e sakta, për shembull, sa është gjatësia e qafës të aneurizmës, sa e quhet zona ku ngjitet stenti ose endostenti ose stenti vaskular, që quhet landing zone në gjuhën angleze, sa është gjatësia e saj sa ka rrëshnësi, aja landing zone, zona ku ngjitet stenti, ku hapet, sikur ombrella çadra, a ka kalcifikate, a ka trombe dhe sa është angulacioni ose kondi i saj. Dhe pastaj fillojnë ato matje tjera, sa është e zgjenume, në çfarë drejtim, çfarë kondi ka, dhe ku duhet të përfundoj stent grafti, do të hapet si kyp dhe përjashtohet smundja. Që është një metodë mrekullueshme, e shpejtë dhe shumë efikase, por në këtë stad ku e përmenda, inteligjenca artificiale do ta tregoj rolin e vet dhe për neve unë shumë besoj që do të jetë, sikurse që ka qenë printeri 3D në atë kohë në vitin 2010 për mua, inteligjenca artificiale në këto vitet që vinë shumë shpejt, domthonjë këto 5 vitet e fundit, në vitin e 2030, unë mendoj se do ta ketë rol shumë dominant, shumë domethënës dhe do të na ndihmojë neve shumë në mjekimin e smundjeve, sidomos si e përmenda pak më herët, mjekimin endovaskular të shumë smundjeve, domthonjë mjekimin me kirurgji të mbyllur.